Unë do them jo falenderit. Nuk më lidh gjë me ju. Ashtu siç nuk më ka lidhur më përpara asnjë gjë me asnjë nga këta. Më kupton? Të kuptoj. Pra, Jozi mua më jep këshilla se si duhet të sillem unë me një femër. Pse më ban shok akoma? Jo, për çfarë je krenare për Jozin? Që i ka thënë Rozanës bundër? Që i ka thënë, po pastaj si vetë e përqafone? Di shtrëgon kjo për ty? Nuk jam fare krenare. Atëherë kur si je krenare, për çfarë i merr mendjen akoma? Nuk i marr. Në rregull. As nuk bëj gjoja fare të betohem, as nuk bëj gjoja fare të nuk më intereson. Po unë të lash mirë ty, unë të lash mirë. Pse vi të gjej duke qarë? Për ato që ta thash pak më përpara nuk më intereson se çfarë të troll. Jozi e kam thënë dhe ku më kanë pyet fare zero. Unë për aq misi që kam me të. Sa misi ke me të? Sa kafe ke pirë me të? Se unë të kam thënë sa kam pirë me Rozanën. Sa kafe ke pirë me Jozin? Jo më përgjigj. Jo më përgjigj. Sa kafe, sa herë je takuar me Jozin? Konsiderueshëm për ta pas shok. Sa herë mor? Konsiderueshëm për ta pas 12 herë. 12 herë, më shumë. 24. Nuk i kam numëruar lart. Që je shok domethënë. Atëherë pse në Prime bëre sikur se njihje? Kë doje të gënjeje? Po sepse nuk kisha pse ta deklaroja lart. Po kë doje të gënjeje? Asnjë doja të gënjeje. Atëherë ke gënjyer në Prime-in e parë, që nuk njeh njeri. Sepse unë nuk gënjeva në Prime-in e parë. Unë erdha dhe përqafova Rozanën dhe u gëzova që e pash këtu. Pra unë nuk kam skem. Kurse ti ke ardhur këtu dhe bëre sikur s'njeheshit. Dhe ai bëri sikur s'njeheshit. Dhe kjo më bën pis mua? Ty? Ty e vetmja gjë që të bën pis, ose më saktë që të mund të shkatroj, është të rish të dëgjosh ata. Nuk e të gjoj. Unë thash më vrau ajo gjëja dhe kash nuk... Të vrau ajo gjëja e merje Danielën dhe flisje si ishte gjeta aty duke folur. Unë fola dhe ja thash ato gjëja që... Se po e rëzojnë, po e sulmojnë Danielën këta. Pse? Nuk e di. Ta themu pse?